Në qershor të këtij viti, ndërsa kombëtarja jone e futbollit vionte të luante në Europianin e Francës me mjaft dinjitet, Kamera e Televizionit Shqiptar në një prej udhëtimeve të saj në profilet e kuqezive shkonte në Shkodër në kompleksin Zmiani, aty ku stërviteshin grup moshat e trajnerëve Babe Bir, Taib dhe Rudi Piraniqi, të cilët prej 20 vitësh vazhdojnë me pasion ta bëjnë këtë mision. Hysaj ishte prodhim bio i tyre, që sot luan me Napolin, dhe jo pak, por 8 vite stërvitej në këtë akademi. Por sërish pas kaq muajsh udhëtuam në Shkodër, tashmë në 20 vjetorin e këtij klubi, 20 vite për një klub futbolli si Shkodra, që më së shumti njihet si fidanishte e talenteve nuk janë pak. Përmes një feste të bukur sportive në Blue Sky në Shkodër, feste e cila mblodhi dhjetra e qindra yje, janë kujtuar emra dhe ngjarje, protagonist, personazhe dhe histori. Ekspozita e fotografive ka çelur një ditë të mbushur me shumë kujtime. Surpriza, ku nuk kanë munguar edhe ardhja e personaliteteve, siç ishte presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka, i cili më pas në sallë është lauruar me mirënjohje nga drejtuesit e klubit Taib Piraniqi dhe Rudi Piraniqi. Pos një dokumentari që zbulonte 20 vitet e suksesit, duke evidentuar dhe talentet të vllaznisë e kombëtarës si Hysaj, Vajushi, Marku, Selimaj, Guri, Hebaj, Kruja, Djepaxhia, Kabuni, Kapaklia, Rexha, Hepa e tjerë, ka vijuar tradita e atyre që flasin dhe zbulojnë vlera në skenë, si Ramazan Ragami, Hysaj Zmiani, Astrid Dervishi e mjaft të tjerë. Ndërkaq që klubi nuk ka harruar t'ju sjellë mirënjohje atyre që ndihmuan në vite, qoftë financiarisht, por dhe moralisht, mes të cilëve nuk munguan dhe emrat e gazetarisë dhe komentit sportiv, si Ymer Striniqi, Ramadan Bigza dhe Mejdan Zhivani. Ndërkaq që nuk ka munguar mirënjohja për gazetarin e njohur shkodran, Gaspar Marku, një herësh edhe bashkë drejtues i këtij spektakli, pa harruar gazetari nga Malësia e Madhe, Bashkim Ramekaj. Këngët e Bujar Qamilit zbukuruan mbrëmjen festive, ndërsa fundi i takimit kishte mrekullinë emocionale të tij. Dhjetra djem të këtij klubi të veshur me uniformën e ekipit Shkodra janë ngjitur në pot, duke pritur duetin e trajnerëve dhe drejtuesve të këtij klubi, Babe Bir, Taib dhe Rudi Piraniqi, të cilët prej 20 vitesh kanë punuar me kaq pasion në shërbim të cilësisë sportive dhe ekipeve të moshave në futboll. Me mjaft emocion, ata kanë shprehur mirënjohjen e tyre për të gjithë mbështetësit, prindrit dhe njerëzit që u qëndruan afër në këto vite. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Duka dhe drejtuesi i klubit Piraniqi sjellin vlerësimet e tyre në mikrofonin e televizionit shqiptar. Sërish, ne do të rikthehemi në këto ambiente sportive, sepse të tjera emra talentësh do të kenë adresën Made in Klubi Futbollit Shkodër.